Kryeministri Edi Rama ka mbledhur Komitetin Ndërministror të Emergjencave Civile për të adresuar situatën e krijuar nga përmbytjet e ditëve të fundit, të shkaktuara nga rreshjet intensive të shiut në disa zona të vendit. Në fjalën e tij, Rama foli dhe mbi situatën në qarkun e Shkodrës, ku theksoi se Shkodra ka qenë paraprakisht qarku më i prekur nga rreshjet, me vlera shumë të larta në disa stacione. Deri tani, shkarkimet nga hidrocentrali i Vaudejës kanë qenë të kontrolluara dhe niveli i lumit Buna nuk ka arritur nivelin kritik tek kapërdresi i Shirgjit, duke shmangur në këtë mënyrë shkarkimin e ujit lumit Buna në Shirgj dhe përmbytjen masive të zonës në Shkodrës, si në kohërat kur qeverisnin aleatët e shiut dhe erëson përmbytje rregullisht edhe pa nevojën e rreshjeve të mëdha të kësaj natyre. Shkodra ka qenë praktikisht qarku më i prekur nga rreshjet, me vlera shumë të larta në disa stacione, ku janë regjistruar shifra konstante mbi 200 mm në 24 orë. Duhet informojmë me këtë rast se përpara fillimit sezonit me rreshje, drejtoritë e ujitjes dhe të kullimit kanë siguruar gatishmërinë e kanaleve kryesore, kulluese, të kanaleve të ujrave të larta, hidrovorëve dhe patjetër edhe të flotës prej 29 ekskavatorësh në drejtorinë qendrore. Gjithashtu është bërë inspektimi i sigurisë argjinaturave të lumenjve dhe digave të rezervuarëve. E gjithë kjo infrastrukturë ka funksionuar dhe përballuar sasitë e rreshjeve sipas niveleve të sigurisë së projektuar, përtej të cilave, siç është rasti i rreshjeve krejt anormale të këtyre ditëve, dalja e ujit nga rrjedha natyrale dhe përpasoj përmbytja për pika e zona më vulnerabël për arsye krejt objektive është e pashmangshme në cilin do vend jo të Shqipërisë, po të planetit. Duhet informojmë po ashtu se